ka frikë administrata se nuk e din kush do të jetë mendimi i kryetarit, apo vetë administrata është nganjëherë dyshuese nëse mund t'ja japë dhe thotë më mirë t'ja ngecim kryetarit se si problem. Ja, nuk besoj tjeve. Ndodh. A të kthen më shumë vendime administrata, apo ju i ktheni më shumë vendime administratës? Unë kthej shumë vendime mbrapsht. Ose kthej shumë shkresa, po themi se vendimi janë pasi të firmosur. Shkresa, po. Kthej shumë shkresa mbrapsht. Kthej sepse mund të jem edhe i paqartë. Kërkoj një shpjegim më të detajuar nga stafi im. Absolutisht që lirshmërinë që urdhat e kryetarit apo vendimet e kryetarit ju kam lënë stafit që në momentin që një urdhër apo një kërkesë e kryetarit për një çështje të caktuar mund të mos jetë e duhur në një moment të caktuar, dhe po themi mund të mos jetë edhe e ligjshme. Dhe mund të jem shumë gabim në ato që unë mund të jetë e moralshme, mund të jetë e drejtë, po mund mos jetë mos përshtatet në ligj. Po, mund mos përshtatet në ligj. Dhe këtë lëshmëria u kam dhënë atyre që e kanë guximin ata? Po patjetër, duhet ta kenë guximin. Dhe e kanë guximin. E kanë sepse raporti përveç se raport po themi administrativ, institucional, normalisht që jam përpjekur dhe vazhdimisht përpiqem të krijoj edhe raport miqësor në kuptimin që gjërat që mos ndjehen të mos ndjehen trysnuar, të mos ndjehen në presion, por edhe ato që ata i mendojnë si të drejtat të më shprehen. Dhe ndodh shpesh që edhe kthejmë mbrapsht vendimin që po kanë të drejtë. Mund ndodhi shpesh që një punonjës i imi ka drejtë në raport me atë që më shpjegon dhe unë ndryshoj mendim.